Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar, mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentit të haditheve të Imam Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Jemi edhe me tej në kapitullin e diturisë, respektivisht në kapitullin përsëritja e fjalës 3 herë për ta kuptuar siç duhet. Tek hadithi dhe para nesh është hadithi 82 nga Enes radiallahu anhu, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idha sallama thalathan wa idha takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshëndeste dikë me selam, e bënte këtë 3 herë dhe kur fliste diçka e përsëritte 3 herë. Shkojmë tek shpjegimi i hadithit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam si mësues i njerëzimit ishte shumë i kujdesshëm që atë që thoshte ai ta kuptoj shokët e tij, mirë ta kuptojnë, e pastaj edhe ta mbajnë mend, ta kuptojnë çfarë thot, sepse fjalët e tina janë ligj, janë shariat. Sepse fjalët e tina janë shpallje, inspirim nga i madhi Zot. Nga se Allahu ka thënë për të: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet sipas qefit të tij, sipas tekeve të tij, por ajo çfarë thot ai është shpallje hyjnore që vjen atij prej lartmadhërisë së Allahut nëpërmjet melekut Xhibril. Pra shpallja andaj është tepër më rëndësi që shokët e tij ta kuptojnë këtë shpallje qiellore që po ju vjen nëpër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj çdo fjalë e tina ka rëndësi të madhe shumë për shokët e tij fillimisht, e pastaj për të gjithë muslimanët deri në kiamet. Andaj për ta çuar në vend këtë emanet, ai i bekuar, ai zotni ishte shumë i kujdesshëm që shokët e tij ta dëgjojnë mirë e ta kuptojnë mirë atë çfarë thoshte ai. Për këtë përdorte lloj-lloj metodash, ndërto edhe kjo çfarë na thot Enesi radiallahu anhu në këtë hadith, se si pejgamberi alayhi salatu wassalam vepronte kur fliste apo kur i përshëndeste shokët e tij alayhi salatu wassalam, në mënyrë që të na edukoj edhe neve, edhe ta marrëm si edukatë në sjelljet tona. Pra Enesi tregon, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth 10 viteve dhe pra kishte jetuar gjatë me të dhe dinte fort mirë për sjelljet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, më mirë thuaj se çdo sahabi tjetër. Andaj edhe ka transmetuar shumë hadithe, ndërto edhe ky hadith që kemi para vetës. Ku Enesi pa thot se kur pejgamberi alayhi salatu wassalam u japte njerëzve selam, apo i përshëndeste ata me selam, e përsëritte atë 3 herë. Ky selam apo kjo përshëndetje 3 herë, përsëritja e këtij selami 3 herë, mund të ketë disa kuptime. Ndërto mund të jetë shkak i numrit të madh të shokëve apo të njerëzve, kallabllak, ku nuk e dëgjonin të gjithë kur japte selam. Japte selam një grupi, shkonte me tutje selam grupi tjetër, edhe kur mbrana ndoshta në mezhlis selam grupi tjetër. Ndoshta kjo i ngjason asaj çfarë bëjmë ne sot në kohën e sodit, në për të bime, në për neja, në për të pane mërtore, kur shkojmë me ngushëllu dikend, po ndoshta ndarsme, ndoshta të bime të ndryshme, njerëzit dalme në pritë dera edhe u japim selam atyne, po nuk na dëgjojnë krejt. Afrohemi me afër, kemi një grup tjetër, edhe atyne japim selam. Pastaj na drejtojnë me hymranda, dhe kur hymranda u japim edhe një herë selam atyre të cilët janë brenda, kështu që përsërisim selamin më shumë se një herë. Pra ai bekuar e ka përsërit selamin më shumë se një herë për të dëgjuar
për ta dëgjuar selamin e tina shokët e tina, se cili grup veç e veç. Përndryshe, ai i bekuar, kur kalonte pranë ndonjë mezhlisi dhe dinte se po e dëgjojnë të gjithë, nuk e përsëritte selamin e tij, por japte selam vetëm një herë, apo mjaftonte me një selam dhe jo me 2 e me 3. Kjo është mundësia e parë, opsioni i parë shkak i përsëritjes së selamit 3 herë. Mundësia e dytë mund të jetë për qëllim që këto 3 selama përshëndetje është kur shkon njeriu diko, jap selam si shenjë e kërkimit të lejes për më fut brenda. Jap selam për me lyp leje me hyje brenda. Ndërsa selamin e dytë e jap kur hyn brenda. E jap në mezhlis. Dhe selamin e tretë e jap kur qohet pe mezhlisit. Dhe bëhen 3 herë. E që kjo e treta, të njëjtën kohë është edhe lutje e dua për ata që janë në mezhlis e që ky po i lën në mezhlis e po del pe mezhlisit. Pra po lutet për ta që selami të shoqëroj ata njerëz edhe me tej në atë mezhlis dhe kudo që jenë. Kështu mendon El-Aini Hanefive dhe favorizon këtë mendim. Nën 3 mund të jetë për qëllim, me këto 3 selame, mund të jetë për qëllim kërkimi i lejes për të hyrë brenda diku në ndonjë shtëpi. Për të hyrë brenda diku në ndonjë shtëpi, por nuk e dëgjonin. Dhe përsërite për herë të dytë. Dhe përsërite për herë të tretë. Nëse nuk e dëgjojnë, kthehet. Pra, përsëritja selamit 3 herë mund të jetë për qëllim kërkimi i lejes 3 herë, por me selam aleikum, të dera, kërkim leje për me hy brenda nëse lemrohet dikush dhe tha të urdhëro byrëm, apo ktheu se nuk muna me të prit këto. Apo nëse s'ka kush i përgjigjet, kthehet. Zëtën, kjo është edhe dokate junja si musliman që 3 herë të japëm selam, apo 3 herë të kërkojmë leje pra një shtëpije kur dojna me shku dikont. Kërkojmë leje për me hy brenda 3 herë. Nëse nuk na përgjigjet askush, detyrimisht kthehemi. Bukhari e Muslimi transmetojnë se Ebu Musa Ash'ari radiallahu anhu tregon se një herë Omeri radiallahu anhu e kishte ftuar mësafir Ebu Musa Ash'ari në një kohë të caktuar. Në atë kohë Ebu Musa shkon të Omeri dhe kërkon leje një herë, selam aleikum rahmetullah, pra lemrohet, thërrat, jap selam, askush nuk lemrohet. Pra për herë të dytë, selam aleikum, askush nuk lemrohet. Për herë të tretë, selam aleikum, askush nuk lemrohet dhe kthehet mrapa. Të nesërmen, apo më vonë, kur Omeri ta ka i diku atë, i tha, pse të nuk erdhe të une, atë dhe që të thjeran ty? Pra pak e qertoj, sepse sipas Omerit, Ebu Musa nuk i ka qëndrue premtimit besnik, muslimanët du të qëndroj besnik. Ebu Musa i tha, unë kam qenë, por askush nuk më është lemruar. 3 herë kërkova leje, 3 herë dhash selam, askush nuk më tha hyr, edhe u ktheva. E unë kam dëgjuar pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam duke thënë, idha sta'dhana ahadukum thalathan, falem yu'dhan lahu falyarji'. Nëse dikush nga ju kërkon leje 3 herë për të hyrë dhe nuk i jepet leja për të hyrë, le të kthehet. Dhe nuk ktheva. Omeri kur dëgjoi këtë tha, wallahi, ose ke për të më sjell dëshmitar për këtë hadith se vërtet është hadithi i pejgamberit, ose kam për të ndëshkuar. Ebu Musa i pyeti shokët e tina, a ka kush që kanë dëgjuar këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?
Ebu Sejdi al-Khudriu tha po, unë e kam dëgjuar këtë hadith. Për meselen e respektive për edukatën dhe rregullat e hyrjes në shtëpi, në detaj kemi folur në surët Nur, ku Allah i madhruar në një cik me ajete kuranore, këto gjëra në veçanti tek ajeti 27 dhe 29, andaj nuk kemi nevojë të zgjasim më shumë. Pastaj fjala Enesit radiallahu anhu, kur fliste diçka e përsërit të 3 herë. Pra pjesa e parë e hadithit, kur jepte selam, i jepte 3 herë, kur fliste diçka e përsërit të 3 herë. Pra i bekuar edhe kur fliste, e përsërit të 3 herë radhës. E bënte këtë përsëritje në mënyrë që të dëgjohet, të kuptohet mirë, madje të mësohet përmendësh lehtë ajo çfarë thoshte ai Zotni alayhi salatu wassalam, sepse fjalët e tina përpos janë ligj për sahabët, ato duhet mbajtur mend, duhet shënuar, definuar në mënyrë që të jenë edhe për ne ligj në të ardhmen, ashtu siç ndodhi, ku sahabët mbajtën mend fjalët e tij, e kur e përsërit 3 herë mban mend më lehtë. E pastaj i përcëllën tek të tjerët, pastaj të tjerët, derisa erdhi gjenerata e Buhariut, e Muslimit, të tjerë, ka lezve të hadithet, të cilët i shënuan, i definuan hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në ardhe neve të shënuara. Pra, shumë herë mund të ndodhë që njeriu mos ta ndëgjoj mirë, mos ta kuptoj mirë, andaj mësuesi i mirë, ua përsërit nxënësve, hoxha e mirë ua përsërit xhamatit 1 herë, 2 herë, 3 herë. Edhe nuk ka asgjë të keq këto, në mënyrë që ta kuptojnë njerëzit mirë atë çfarë e thot robi, sepse nuk është pejenta vetëm me fol, por është me kuptuar e pastaj me punuar me atë çfarë thuhet. Allahu e din më së miri, dhe deri në takim në radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري